Në kulmin e sezonit turistik, Bashkia e Marrës vjon punën me ritme të larta për garantimin e pastërtisë dhe mbrojtjes së mjedisit, duke konsideruar këtë një nga prioritetet kryesore për mirëpritjen e vizitorëve dhe përmirësimin e cilësisë jetesës së banorëve. Puna nuk është përqendruar vetëm në qytetin e Himarës, por shtrihet në të gjithë territorin e bashkisë, përfshi edhe fshatrat e lumit të Vlorës. Një vëmendje të veçantë është kushtuar aksit rrugor që lidh fshatrat Kallarat, Kuç, Bolen dhe Vranisht, ku pranë qendrave të banuara janë vendosur dhe sistemuar kontenier për grumbullimin e mbetjeve urbane. Siç ndiqni nga pamjet në ekran të filmuar nga televizioni 6+1 Vlora, kontenierët pastrohen dhe mirëmbahen rregullisht nga shërbimet e bashkisë me qëllim ruajtjen e higjienës, shmangjen e ndotjes së mjedisit dhe krijimin e kushteve sa më të mira për banorët dhe turistët që vizitojnë këto zona me vlera të veçanta natyrore gjatë këtij sezoni turistik. Pastrimi vazhdueshëm, grumbullimi në kohë mbetjeve dhe mirëmbajtja e pikave të depozitimit janë pjesë e një plani të përditshme pune, i cili synon që çdo zonë e Bashkisë së Himarës të jetë e pastër dhe e mirë organizuar gjatë gjithë sezonit veror. Bashkia e Himarës nga ana tjetër u bën apel edhe qytetarëve dhe bizneseve, por edhe vizitorëve, që të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë, duke përdorur kontenierët e vendosur dhe duke treguar kujdes maksimal ndaj mjedisit. Një Himar e pastër dhe një Himar më mikpritse, më e bukur dhe më e denjë për të gjithë ata që zgjedhin ta vizitojnë apo ta quajnë shtëpinë e tyre. Për këtë arsye, puna e shërbimeve dhe pastrimit do të vijojnë pa ndërprerje në çdo njësi administrative të bashkisë gjatë gjithë sezonit turistik.